Një pensionist në Shqipëri e gëzon pensionin mesatarisht për rreth 22.8 vite, ndërsa gratë e marrin atë për një periudhë dukshëm më të gjatë se burrat. Të dhënat tregojnë se meshkujt e përfitojnë pensionin mesatarisht për 19.1 vite, ndërsa për gratë 26.9 vite, duke krijuar një diferencë për afërsisht 8 vitesh midis dy gjinive. Kjo lidhet drejt për drejt edhe me moshën mesatare të daljes në pension, por edhe me jetëgjatësinë. Sipas të dhënave, burrat dalin mesatarisht në pension në moshën 65 vjeç, ndërsa gratë në moshën 62 vjeç, ka do të thotë se gratë hyjnë më herët në skemën e pensioneve, dhe njëkohësisht e gëzojnë atë për një periudhë më të gjatë. Të dhënat e fundit që disponon Instat tregojnë gjithashtu se jetëgjatësia mesatare në lindje arrin 80.6 vite mesatarisht, ndërsa gratë jetojnë më gjatë se burrat, përkatësisht me 82.5 vite kundrejt 78.6 viteve për burrat. Të dhënat tregojnë se ka edhe dallime të dukshme me zonave urbane dhe rurale. Në qytete një pensionist gëzon pensionin mesatarisht për rreth 20.9 vite, ndërsa në zonat rurale kjo periudhë arrin në 28.2 vite, pra rreth 7 vite më shumë. Edhe sipas gjinisë, diferencat janë të ndjeshme në dy zonat. Në qytete burrat e marrin pensionin mesatarisht për 18.2 vite, ndërsa për gratë 25.2 vite. Në zonat rurale periudha është edhe më gjatë, 24.7 vite për burrat dhe 29.9 vite për gratë. Këto diferenca lidhen jo vetëm me jetëgjatësinë, por edhe me moshën e daljes në pension dhe strukturën demografike të zonave rurale, ku një pjesë e mirë e pensionistëve jetojnë më gjatë pas përfitimit të pensionit. Në total, periudha mesatare prej mbi 22 vite që një pensionist përfiton pensionin tregon se skema e sigurimeve shoqërore përballet me një barrë të vazhdueshme financiare.